Atëherë mes të Klan Kosovës është koha të rikthehemi në bllokun e radhës që është edhe i fundit për ditën e sotme. Sot është hëna më e fuqishme e shekullit. Parashikohen se mund të ndodhin tërmete, përmbytje, luftë, aksidente, gjithçka tjetër. Por realisht se çfarë do të thotë kjo e kuptojmë siç u paralajmërova paraprakisht përmes mikës e emisionit tonë zonjës Denisa Shyle. Denisa, është gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedoj me ty. Edhe Përshëndetje, Klan. Përshëndetje. Është edhe më shumë kënaqësi kur e kemi një temë më të ndarë, më specifike për të diskutuar. Çfarë do të thotë kjo hëna më e fuqishme? E shekullit. Është shumë e fuqishme. Për atë pjesë, më faktikisht, edhe mundemi ta themi, nuk kurse po e humohoj, sepse është një ndër hënat e reja e cila ka shumë ndryshime planetare në këto momente. Viti 2025 në përgjithësi është një vit i cili ka pasur shumë ndryshime planetare dhe mbi të gjitha në këto momente fix. Kjo hënë e re do të jetë edhe në takim me Jupiterin, dhe Jupiterin ka dhe aftësinë që zmadhon gjithçka. Pak më tepër, që do të kemi edhe një kënd edhe me Saturnin, me Neptunin, ndërkohë që edhe Urani po përgatitet për të ndryshuar shenjë. Pra, vërtet është një hënë shumë e fuqishme, ose është një ndikim shumë i fuqishëm që kemi pikërisht në këto momente. Dhe cili do të jetë, ku po ndikon ky ndikim, sepse në këto momente i kemi edhe një 3 luftra të mëdha nëpër botë që po bëjnë. A kanë të bëjnë këto diçka me hënën e plotë dhe me ndikimin e renditjes së yjeve në përgjithësi? Edhe hënës në veçantime, që sot është kryefjala ajo. Atëherë po e them në këtë mënyrë, asnjë gjë në univers nuk është se ndodh vetëm në një moment të caktuar, ajo jehon edhe mbrapa në kohë edhe në të ardhmen. Prandaj dhe të gjitha këto çfarë po vemre në këto momente, pra rritja e egos, kjo në të vërtet në astrologji është reflektuar nëpërmjet këndit negativ që kemi midis Jupiterit dhe Saturnit. Duke qenë se këta të dy janë drejtuesit e sistemit, normalisht ku këta përballen me njëri tjetrin, krijon një luftë shumë të madhe egosh, që kjo përkthyet dhe në luftën që kemi aktualisht në të gjithë botën. Dhe mund ta kemi vëre që faktikisht të gjithë liderat në të vërtet janë në një luftë të tillë pra, që kush do të dalim që ka më tepër të drejtë. Nuk është se kemi një luftë të vërtetë në kuptimin që nuk është se ka një arsye të vërtetë për të luftuar, ndërkohë që në këto momente gjithçka është pak a shumë secili të mundojë që të mbajë më tepër pushtetin e vet. Nuk po futem në politik, po them thjesht se pse është natyra e kësaj lufte. Po. Ndërkohë që ajo çfarë vjet re edhe tek individi në këto momente, kemi një luftë shumë të madhe për të lënë mbrapa atë çfarë ishim, identitetin ton dhe për të përqafuar diçka të re. Po e ndrojmë lëkurën, a? Sikur gjarpri. Po ndrojmë. Prandaj është në fuqishme këtij shekulli, pra. Po e ndrojmë zanatin apo vetëm lëkurën? Unë zanatin e ndryshova, është rradha tek ju. Ne do ta ndryshojmë vetëm lëkurën, se ne shqiptarët nuk ndryshojmë shumë. Mirë, në çfarë sfera realisht reflektohet? Kur dëgjova lajmin, kur e lexova lajmin, zakonisht flitej për gjëra negative, por kjo çështja e fuqisë hënës, a do të thotë se ka mundësi të bëjë edhe gjëra në kontekstin pozitiv? Kjo është një hënë e re që faktikisht më tepër ndikim është pozitiv. Të gjitha këto çfarë po shikojmë janë ndikimet e një lindjeje të re. Në mënyrë që të lindim, normalisht që kemi edhe kriza, normalisht që kemi edhe dhimbje, por kjo nuk është një hënë e re e cila do të thotë diçka negative. Është thjesht një lindje e re, po siç e përmenda duke qenë se shumë shpesh ne nuk jemi të aftë që të heqim dorën nga e shkuara, nga ajo që njohim. Kjo është edhe arsye që gjithçka tani po zmadhohet edhe më tepër, anët negative po duken më tepër. Ndërkohë që për sa i përket tërmeteve, fatkeqësive natyrore, është e vërtetë. Kjo është një pjesë, domethënë që natyra, duke qenë se po përgatitemi për një fazë të re, edhe natyra ka po bën të njëjtën gjë, mund të kemi ndikime të tilla. Pra pllakat po vendosen, koha ndërkohë që atmosfera ka ndryshuar shumë, janë rritur shumë temperaturë dhe normalisht edhe toka po përshtatet me këtë formë të re. Normalisht që do të kemi kriza edhe në këtë pikë, ndërkohë që për individin e përmenda pak përpara që duke qenë se do të kemi në një kalim të ri, që në të vërtetë është një kalim vërtet shumë pozitiv. Këtë më duhet analizoj. Jupiteri është planeti i fatit dhe tek shenja e gafores ndjehet vërtet shumë mirë. Pra, zmadhon gjithçka pozitive. Do të kemi tashmë mbarimin e një faze e cila ishte vërtet shumë e lodhshme.
do të kemi të mbarimin edhe të ciklit, që sa po përmenda, i cili është lufta e egove, por normalisht gjithçka përpara se të mbarojë bën ato përplikjet e fundit. Ndërkohë që pas kësaj, sidomos pas datës 7 korrik, do ta ndjejmë edhe më tepër, duke qenë se dhe Urani do të ketë kaluar tek shenja e ju kërkoj ndjes e binjakëve, ku vërtet ndihet më mirë se sa te shenja e temit ku ndodhet aktualisht dhe pak më tepër që është tek grada e fundit, ku krijon gjithmonë kriza. Për individin, do të duhet të them në këtë mënyrë, ndahet vërtet në dy pjesë, persona të cilët preferojnë që të mbajnë me ngulm atë çfarë njohin, edhe pse e kuptojnë që po i dëmton, dhe persona të cilët do përqafojnë rendin e ri të botës, dhe këta do të kenë vërtet shumë përfitime të mëdha. Nuk do me thënë se duhet jemi të gjithë të gatshëm për të pranuar gjithçka të re që në botën tonë, por thjesht duhet të jemi tashmë ta kuptojmë që ajo që është e vjetër nuk është më funksionale. Si rendi, mënyra se si ne udhëheqim njëri tjetrin apo veten tonë, po ashtu edhe mënyra se si e trajtojmë edhe natyrën dhe pra të gjithë çështjet tona sociale. Jemi në një periudhë ku njeriu duhet të zgjedhë që të heqë dorë nga gjithçka që nuk është e shëndetshme. Për shembull, Putinin nga lufta në Ukrainë. Lufta në Ukrainë është një temë shumë Jo, po thatë se mund të ndodhin gjëra që njerëz të heqin dorë nga diçka që nuk është e shëndetshme. Dhe më kujtua se çfarë na vret mendjen më shumëte është lufta në Ukrainë, Izraeli, Palestina. Ka mundësi që në këto gjëra të ketë ndikim hëna fuqishme? Apo ky cikël? Do të ketë rëndësi tek të gjitha këto. Do të ketë rëndësi. Do të ketë rëndësi. Kjo është fillimi i një fundi i të gjitha këtyre, sepse ne do të evoluojmë të gjithë si shoqëri. Domethënë janë gjëra që tashmë nuk mund të pranohen në rendin e ri. Si lufta, për pa arsye, siç është në këtë moment, është diçka. Fillimi i fundit. Atëherë bie se po shkojmë nga apokalipsi, Denisa, nuk është lajm i mirë. Këtij cikli negativ që ekziston në këtë moment. Okej. Apokalipsin po e jetojmë. Kjo është apokalipsi, më shumë se apokalipse kaq, nuk kemi ku të shkojmë, kemi luftë në të gjitha anët. Është fillimi i këtij cikli negativ, është ky, pikërisht kjo hënë e re. Dhe sa zgjat, sepse pastaj kjo po na lidhet me shumë gjëra që lidhen me përditshmërinë tonë. Sa zgjat hëna e re faktikisht është thjesht një moment ose ndikimi i saj mund të zgjasë vetë disa orë, që është efektiv, por ndikimet e saj vazhdojmë që të ndjejmë për një muaj në vazhdim derisa të jemi tek hëna e re e ardhshme. Arsyeja që kjo hënë e re është kaq e fuqishme është siç e thash sepse është në takim me Jupiterin dhe Jupiteri zmadon gjithçka, dhe këtë normalisht do ta ndjejmë deri në shtator. Duke qenë se do të jemi mbarimin e këtij cikli, pra, i cili ka filluar tek eklipsi i diellit që ishte në muajin mars, dhe do të vazhdojmë që ta ndjejmë pra deri në shtator, është unë nuk di si ta them, po unë personalisht jam shumë emocionuar që përjetoj të gjitha këto në këto momente, pra që po jetoj në këto momente dhe që jam dëshmimtare e këtyre momenteve që po përjetojmë tani. Dorën zemër, po, sepse unë kam qenë shumë i emocionuar në kohën e fundit, nuk kam ditë për çfarë arsye, po kështu jam më emocional kohën e fundit. Po, edhe unë jam. Normali që hëna ka shumë ndikime tek hormonet tona, duke qenë se është drejt për së drejti në ndikim të tillë dhe pak më tepër, siç e thash, se kam përsëritur disa herë që Jupiteri zmadon dhe pak më tepër. Për këtë arsye jemi të gjithë shumë emocional, po jo vetëm kaq, ne e ndiejmë që tashmë jemi në fillim të një faze të re. E qartë, Denisa, e qartë dhe ndalemi këtu. Për fazën e re do të diskutojmë në paraqitjet tona të radhës. Patjetër. E bëjmë kështu atëherë. Ishim me Denisa Shylën, zonja Denisa, ishte shumë kënaqësi t'ju kishim Kosova Today. Faleminderit shumë që ishim me ne. Faleminderit juve si gjithmonë.